tek Ledia. Lidia deri them dhe njëri historisë tënde. Babai pra ishte Babai ishte humbja e dytë. Babai ishte humbja e dytë. Humbja e parë ishte vërtet, ishte dramatike, por edhe po them fjalën interesante, jo në kuptimin pozitiv të gjës, po se si ndodhi, sepse ky ishte shoqja e ngushtë. Unë i drejtohem me titullin shoqja ngushtë, shoqja zemrës, sepse ne nuk ishim lidhje gjaku, po ajo realisht ishte motra ime, ishte familja ime. Ne ishim shoqet ngushta për 20 vjetësh, ndanim çdo gjë që fëmijë, që të gjërat më pak të rëndësishme deri te ato më të mëdha. Dhe mbasi kishim kaluar gjithë fazat e jetës, shkollën, universitetin, masterin, punën, të gjitha, kishte ardhur momenti i mëmësisë. Edhe në 2020 ne ishim të dyja shtatzanë rastësisht, të dyja prisnim fëmijën e parë, të dyja me djalë, dhe na ndanin shumë pak ditë nga barrat e njëra tjetrës. Shumë të lumtura, ishim gati për të hyrë në këtë fazë, kishim bërë shumë plane, dhe një javë para se shoqja ime ngushtë të lindte, diagnostifikohet me tumor në kokë. Okej, neve na ushqen bota, patjetër sepse ishte një diagnozë shumë e rëndë, por nuk e di pse unë kam pasur një bindje të plotë që ajo dëshirohej. E para sepse ishte personi më i fortë që njihja psikologjikisht, ishte shumë e fortë. I jepja forcë, po më shumë pse asaj i jepja forcë vetes, që ajo do ta kaloj, nuk lejoja askënd rreth e përqarkshit të më thoshte të kundërtën. Kështu që erdhi një jetë fëmia e saj, dhe shumë pak ditë mbas lindjes së fëmijës, nuk arriti dot ta shijonte sepse edhe lindja u bë cezariane e detyrueshme. Filloi të mendonte për zgjidhje të mundshme për këtë diagnozë të rëndë që kishte, dhe çdo ditë ne merrnim një lajm të keq të ri. Unë kam përjetuar shumë keq sepse unë kam lindur 2 javë më vonë se ajo, dhe ndërkohë që isha në spital edhe nuk e di, nuk ka ngelur njëri pa shkelur për të vizituar, për të parë fëmijën tim nga farefiset tona përbashkëta, nga shoqëria ime, bashkëshortit. Njeriu që unë prisja më shumë që të vinte dhe mbaja kokën nga dera, nuk mund të vinte sepse ishte në spital, në onkologjik në Greqi, dhe në atë moment madje ishte në një fazë që nuk dija do ja hidhte apo jo hemorragjisë. Gjithsesi ajo u rikthye në Shqipëri sepse nuk i dha askush shpresa që nëse do rrinte atje do bëhej më mirë. Unë doja dhe shkoja faktikisht pothuajse çdo ditë për ta vizituar, edhe pse shumë tentativa të familjarëve ishin që nuk duhet, po ti ke një fëmijë sapo lindur, po do t'i ki qumshi, po edhe asaj ndoshta nuk i bën mirë. Në fakt unë mendoj që edhe asaj i bënte shumë mirë, sepse atë një orë që ne mund të rrinim bashkë, unë përpiqesha ta largoja nga realiteti. Dhe është e çuditshme se si e shihja që tretej çdo ditë para syve të mi, por kurrë nuk mora guximin të hyja dhe të bëja një research thjesht në Google, të lexoja për diagnozën. Kur më njoftuan që lesiona iku, imagjino, kisha 3 muaj dhe nuk kisha bler një veshje të zezë të denjë që të shkoja. Ku ishe ti kur të njoftuan? Në shtëpinë time me bebin tim 2 muajsh. Ishte çfarë? Ishte drek, ishte natë? Ka qenë ora 5 pas dite. Kur më ka ardhur mesazhi nga bashkëshorti që tha që Lisi iku. Dhe unë shkruaja jo, disa herë jo. Është e çuditshme sepse normalisht ti e dije që do shkoje te kjo pikë, sepse gjendja çdo ditë po bëhet më keq. Dhe kur kam vajtur në shtëpinë e saj, kam qëndruar mbi 30 minuta në korridor, nuk merra guximin që të hyja brenda që të ballafaqohesha me pamjen çfarë më priste. Unë kam qenë totalisht e ngrirë, nuk e kuptoja çfarë po ndodhte, ftohtë, kam derdhur shumë pak lot, më dukej sigurisht gjitha ishte një teatr, një shfaqje, do mbaronte, do ktheheshim në normalitetin. Kur e kemi përcjell për në banesën e fundit, jam rikthyer në shtëpi dhe atje kam bërë një status në rrjetet sociale, duke dedikuar disa fjalë zemre. Dhe në momentin që u ballafaqova me reagimet e njerëzve, filluan të vinë ngushëllime, komente, mesazhe, aty fillova të besoj që okay, kjo gjë pas ka ndodhur, sepse deri në momentin që nuk e dinin të gjithë dhe deri diku ishte sekret, ndoshta si ishte e vërtet. Atje pastaj më goditi që kjo pas ka ndodhur. Ditët, javët, muajt që erdhëm në vim ishin thuash e vështirë shpak. Deri në atë moment, deri në moshën 30 vjeç që isha unë, nuk kisha kaluar çast më të vështirë në jetë. Dhe unë mendoja se kisha pasur probleme, se të gjithë ne që jemi të mbytur në halle, por në fakt asnjë nuk është problem. Deri në momentin që numri njerëzve është në rregull, çdo gjë është e zgjidhshme, çdo gjë mund të bëhet. Por çështja ishte që unë nuk e pranoja kategorikisht. Domethënë asnjë ditë nuk e besoja që ajo kishte ikur. Për mua domethënë Po ç'a kishte disa detaje për shembull që tregoj këtë mospranimin tënd. Ishte mëngjesi, sepse ti kur fle gjumë pak edhe harron. Dhe ti kur zgjohesh çdo mëngjes përballesh me realitetin, duket sikur në atë moment po e merr lajmin për herë të parë. Dhe një mungesë dëshire totale që të ngrihesh nga krevati. Po nga njëra anë isha detyruar ta bëja sepse kisha një foshnjë të porsalindur, që mund të ishte gjë e mirë, nga ana tjetër unë vazhdoja të isha në shtëpi me leje lindje dhe kjo ishte gjë e keqe. Çumësh kishe ndërkohë? Vorbullën. Me problematika shumë, me ndjesi faji të tmerrshme, sepse shihja fëmijën që nuk ngopet, dhe ky është faji, unë kam sjell në këtë gjendje.
tentoja të jepe formulë dhe ti i bënte alergji çfarëdo lloj formule, praktikisht kisha një fëmijë që duhet ta mbaje gjallë dhe nuk dija se si. Me ndjesi faj edhe nga njerëzit për qarkësher, pastere duke dashur të mirë kuptojnë, po nuk të mirë kuptojnë. Kështu që unë mendoj që kam kaluar një fazë depresive, po të gjatë faktikisht me mua, ndoshta edhe një vit ose diçka më shumë, ose një formë depresionit të moderuar, sepse nuk shijoja dot asgjë. Thënë këtë, nuk shijoja dot as fëmijën ose apo lindur, isha bërë mami për herë të parë, nuk mundesha dot ta shijoja. E merja në krah dhe mendoja, okay, unë mund ta bëj këtë, po ajo pse s'mund ta bënte? Çfarë faj pati? A mendoi dhe fëmijë meritoi dhe ajo nuk e meritonte. A mendoi dhe fëmijën e asaj ndërkohë? Gjatë kohës, kur jepja gjë sidomos, e merja djalin për t'i dhënë gjë, thoja, ai nuk piu kur gjë, kjo nuk është e drejtë. Pse është lision atje dhe nuk jam unë për shembull, ose pse unë kam të drejtën të jetoj dhe ajo jo. Dhe shifja fëmijën e saj që ishte një angjëll i bukur që qeshte, sa ai nuk dinte asgjë, ishte 3 muajsh, kur as 3 muajsh nuk i kishte mbushur kur ajo më e la dhe mendoja, ky nuk e di se çfarë i ka ndodhur, ky nuk e di që s'do ta njohë dot kurrë nënën e tij dhe do rritet me këtë mungesë. Gjithsesi ata janë rritur bashkë, shumë afër me njëri tjetrin. Dhe kjo pastaj u bë një pikë referencë shumë e madhe për të ngushëlluar veten, sepse ndërkohë që djali rriti, unë shihja komplet sytë e tij, mos karakterin e saj, zgjuarsinë e saj, çdo gjë. Por edhe një ditë detyre e kishe të pak që shiko, unë po nxjerr çunin, po nxjerr dhe çunin tënd, të dialogjet ndoshta i ke pasur brendshme. Por përveç kësaj, në fakt më ka shërbyer edhe mua, sepse unë mbasi e takoja atë, isha pak më mirë. Ndihesha edhe vetë pak më të çliruar. Gjatë kësaj periudhe mbaj mend bashkëshortin sidomos, po dhe shoqet tjerë që kanë tentuar të më nxjerrin nga kjo gjendja. Unë kisha hyrë në një vorbull pyetjesh, në një rreth vicioz, nga i cili nuk dilja dot, përsërisja të njëjtat pyetje. Unë faktikisht jam besimtare dhe besimtare praktikante, dhe në kohën që unë bashkëshorten isha xha besimtare, por ne jemi shumë besimtarë dhe njerëz të shkëlqyer kur nuk sprovohem. Në momentin e parë që na vjen një sprove të tillë derën tonë, aty na tronditen themelet e besimit. Ti fillon të mendosh, po pse ajo ishte perfekte, ishte inteligjente, kishte këtë, kishte çdo të mirë të mundshme, jetonte shumë shëndetshëm, po pse ajo? Bëja ca pyetje që nuk kishin përgjigje dhe nuk shijoja dot asgjë. Momentet e mia më të mira në këtë periudhë kanë qenë 2. E para, kur isha vetëm ose vetëm me bebin tim, dhe mund të qaja lirisht 1 orë, 2, 3, derisa pastaj nuk kisha më lot edhe arrija të merra frymë, të çlirohesha, të vazhdoja ditën. E dyta, kur takoja ndonjë njeri, mundësisht të panjohur, do ishte perfekt që të tregoja me detaje të gjithë historinë nga fillimi deri në fund. Kjo ishte terapia që mua më ndihmonte. Nuk kam marrë ndihmë profesionale, kam bërë shumë gabim, tani e kuptoj. Në atë kohë jo, mendoja që mund t'ja dilja e vetme, në fakt e kam pasur shumë të vështirë, sepse më shumë se sa më mungonte fizikisht që ta shija, ta përqafoja, të rrija me të, më mungonte lidhja jonë psikologjike dhe shpirtërore. Do më thënë, komunikimi, sepse ja mund të ishte edhe në një X7 botës dhe unë se ta takoja do të kur, po do kisha komunikimin, do kisha lidhjen, dhe jam përpjekur gjatë gjithë kohës të mendoj si mund të vendos disa ura komunikimi me këtë njeri që nuk është më. Këtu pastaj më ka ndihmuar pakës feja tek pjesa lutjes, fillova të lutem shumë për shoqen time, lutem akoma, besoj se do lutem deri ditën e fundit që do kem jetë, sepse në fenë islame thuhet që lutja është ndër të pakta gjëra që i shkon të vdekurit atje ku është. Dhe kjo më ndihmoi dhe pastaj patjetër ekzistenca e djalit që është një fëmijë i jashtëzakonshëm. Mendova se e kalova disi, e kalova dhimbja dhe mungesa nuk kalon kurrë, por mësohesh me realitetin e ri. Sa të zgjati, më fal, sa të zgjati kjo periudhë? Tani një vit ka qenë i tmerrshëm, viti i dytë pak më i lehtë dhe kështu. Në vitin e tretë të humbjes së lesiones, unë isha bërë me fëmijën e dytë, kisha vajzën 5 muajshe. Kështu që ishim në pushime, festonim atë ditë hanim drek për 5 mujorin e vajzës, isha me mamin, babin, motrën time dhe 2 bebat e mi. Dhe e çuditshme është se si në atë periudhë unë kisha filluar të shijoja edhe gjërat e vogla dhe gjendjen në të cilën mund të isha, mirë keq nuk ka rëndësi, unë jam në këtë moment s'do jem më kurrë këtu, kështu që ta përqafojmë. Dhe atë ditë babi im ndron jetë në Bregdet, në moshën 66 vjeçare. Ka pasur asnjë smundje kronike, asnjë problematik në ujë. Më fal, njëri ishte në plazh? Po. Për festuar vizitor. Ishte në çadër. Ishte në çadër. Babi shkon në det. Po. Dhe aty mbaron. Punë sekondash. Shok. Kjo është një traumë fakt nga cila nuk e di akoma ta them që jam shëruar plotësisht apo jo, por di që nga një njeri shumë empatik që mund të qaj me një libër, me një film, duke qenë se nuk ishim meshkujt tjerë me vete, ishte vetëm babi, unë u bëra një burr i vërtet dhe fillova të menaxhoj situatën. E shikoj babin, nuk isha parë kurrë një njeri që sapo të kishte ndruar jetë ose të ishte në ato momente. Erdhën ju, se doja të kuptoja këtë, ju ishin në rër apo ishin në det me babin? Babi ishte vetëm në det. Babi ishte vetëm. Edhe erdhën ju thanë njerëz apo? Jo.
Unë e shikoj, ul kokën, nuk e shikoj dhe çohem direkte. 1 sekondë ishte e gjitha. Nuk kam lejuar kategorikisht fëmijët ishin djalin e kisha pothuajse 3 vjeç, vajza ishte 5 muaj, nuk doja kategorikisht që të shifin një pamje të tillë, sepse mund ta fotografonte memoria e tyre, nuk e dija dhe ndoshta mund të ngele një traumë për gjithë jetën, i kam mbajtur larg. Nuk kam lejuar mamin që të afrohet, sepse çfarë do të bënte mami aty? Thjesht do kishte një kujtim të tmerrshëm. Nuk mund të largohej dot motrën, sepse motra me profesion është mjeke, edhe ajo po tentonte gjithkohës të jepte ndihmën e parë. Unë nuk di të jap ndihmën e parë, por e pash që babi nuk ishte aty. Nuk kisha parë kurrë një njeri në ato momente, por e kuptova që babi kishte ikur. Dhe besimi në mjekësitë në shkencë ishte 0, kështu që thjesht jam kthyer dhe jam lutur shumë. Sepse vetëm një mrekulli mund ta kthente babin në ato çaste. Dhe çdo sekondë që kalonte në fakt ishte fatale për ne, derisa e kuptova që nuk do ndodhte mrekullia, Zoti nuk do ta rikthente, ai kishte ikur. Dhe unë më duhet tani të normalizoja pak ti me motor që e shija që vazhdonte, tentonte. Dhe një moment i them që era të lutem, ti je grua tani, je vajzë e rritur, je edhe doktoresh. Shikoj pak babin, ka puls? Më shumë që ajo ta kuptonte që lëret shkoj. Ajo e shikon që nuk ka puls dhe thot, babi nuk ka puls dhe vazhdon më tepër me tentativat e masazheve kardiake dhe të gjithë ndihmës shpejt. Mbasi erdhi ambulanca dhe babi u nis bashkë me ti me motor për në spital. Gjërat që sot kur i mendojmë bëjnë shumë përshtypje, është qetësia ime për të marrë fëmijët, për të ulur në Soggiolino në makinë, për të marrë mamin dhe për të mbledhur lodrat dhe gjërat tona që kishim në çadër. Domethënë, në një moment që mua mund të ishte duke më humbur mendja, unë po shqetësohesha se mos humnin lodrat e fëmijëve, sepse mendoja këta janë të vegjël, do t'i kërkojnë dhe do qajnë. I mora me qetësi, i dërgoj tek shtëpia që kishim në plazh, përqafoj mamin dhe i them që çdo gjë do bëhet okay, do shkoj shumë mirë, më ke mua dhe çdo gjë do rregullohet. Dhe po i thoja një gruaje që sapo kishte humbur bashkëdhëtarin e jetës së saj për 35 vjet. Krejt papritur, që çdo gjë do bëhej okay. Nuk e di se çfarë u referohesha me këto fjalë. I them tani a mund të shkoj pak në spital? Dhe i lë në shtëpi, mamin dhe fëmijët. Nisem për spital, nuk e dija ku ishte spitali Kavajës. Dhe mbaj mend që ndaloja rrugës dhe me një qetësi dhe edukati thonë si jeni mirë, të lutem, më orienton pak për te spitali. Ndërkohë njoftoj bashkëshortin, një situatë ala defensiva ndaj çdo personi që më rrethonte. Isha unë që duhet të mbaja gjithë gjërat dhe i them të lutem, ka ndodhur diçka, ti duhet nisesh për në plazh, por jepi me kujdes makinës sepse mund të bësh një aksident, eca vash avash. Ndërkohë që thoja këtyre që babi na la, ai ishte babi im, ai ishte shoku im, ishte familja ime, ishte njëri super i dashur për mua që ne gjithkohës ngacmoheshim, bënim gallata, pinim kafe, bënim llafe. Unë jam një kopje e babit, domethënë ne ishim të ndarë në grupe, unë isha goca babit dhe motra ishte me mamin. Dhe njeriu që unë isha më i afërti, po përpiqesha të mbaja gjithë të tjerët që të ishin okay. Mbasi babin gjithashtu e përcollëm për në banesën e fundit, u kthye në shtëpi një lodhje siç janë ato ditët. Dhe unë atëherë për herë të parë kam përjetuar në rast se kanë qenë 2 atake paniku që nuk i besoja që ekzistonin deri në atë moment. Jemi njerëz, pra shkosa se s'na ndodh një gjë, nuk na arrin të na perceptoj truri dhe ishin të tmerrshme. Dhe ishte akoma më e tmerrshme të përjetoje 2 atake paniku brenda 20 minutash se sa vetë humbja dhe dhimbja që ty të kishte ndodhur. Thash, "Wow, çfarë janë këto?" Më mbaj mend që kam kërcyer nga krevati dhe u friksova, u tmerrova dhe tentova dhe herën e dytë për shplodhesha, më ndodhi sërish të njëjta gjë, u ngrita dhe thash, okay, thash. Ndoshta fakti që ti pa habitesh edhe me veten që ishe kaq në kontroll, nuk ishe. Brenda teje, po trupi Nuk jap shpjegim. Çdo gjë që unë them është një hipotezë ime sepse kurrë nuk kam marrë ndihmë profesionale. Më duket atë që po shoh si shpërthimet e trupit. Ajo është një mekanizëm mbrojtës që ndodh zakonisht për të mbrojtur nga dhimbja e madhe që një personi ndjen, të vendos në pozitë ngrirje, trurin, trupin, edhe ti reagon me ngjaftosi. Derisa bie në kontakt, pastaj trupi nuk e mban më dhe ta shpërthen në një atak paniku. Ndoshta mund të ketë qenë kjo. Ajo që më ka bërë përshtypje është që i kam folur vetes dhe kam thënë, okay Lidia, kjo që të ndodhi, nuk do të ndodhi më, nuk do ta lejosh më. Dhe atë vorbullën, atë rrethin vicioz, atë vrimën e zezë që kishe hyrë për lisionin, ti nuk do hysh më. Dhe që nga i moment, unë në fakt nuk e kam lejuar veten. Kur e mendoj me qetësi, nuk kam lejuar vetëm kurrë, në asnjë çast që ta vuaj tamam, ta kem luksin ta shijoj dhimbjen për babin, sepse
Fëmijët e mi ishin të vegjël dhe nuk mund të më shihnin duke qarë, se atyre do i shembe themeli çdo gjë, mami që qanë, unë nuk kam qarë kurrë në sytë fëmijëve. Po nuk mund të qaja në sytë mamit, se ajo kishte më keq se unë, se ngeli vetëm. Nuk mund të qaja në sytë motrës, se ajo është më e vogël, plus jeton në Prishtinë dhe atje nuk ka njerëz të tjerë. Kështu që unë nuk mund të qaja para askujt. Atëherë unë gjithë ditën e zija me punë, me aktivitete, me detyrime për të bërë. Dhe pastaj vinte darka dhe merrja telefonin dhe bëja scroll dhe shikoja lëllë budalliku, mjafton që unë mos mendoja derisa të isha aq e lodhur dhe të kaloja direkt në gjumë. Dhe çdo natë për shumë muaj me radhë, në sekondën e parë që unë mbyllja syt, ishte babi në Bregdet pa jetë. Ishte e njëjta fotografi çdo natë. Kjo ka ndodhur për shumë muaj, shoqëruar edhe me ëndra, jo detyrimisht babin në të njëjtën pozitë, njerëz të tjerë të familjes, pak a shumë me të njëjtën histori që mund të ndodhin këtyre njerëzve. Tani në korrik bën 2 vite, nuk mund ta them me siguri që jam shëruar, nga malli, nga dhimbja nuk shërohesh kurrë, po edhe nga trauma mendoj. Ama kam arritur të krahasoj dhe të kuptoj 2 ndryshime shumë të mëdha në përballje me vdekjen herën e parë dhe herën e dytë. Me lesionin unë e pata para syve, pata kohën që ta mendoja që do vinte dhe u gjenda gjithmonë e papërgatitur që ajo do ikte një moment. Me babin ishte surprizuese, ama që në momentin e parë që e pash, e kuptova që babi s'është aty. Edhe e dyta është që me lesionin unë pata luksin të vuaja. Kurse për babin unë nuk mund të vuaja, sepse nuk mund të alçoja veten që të vuaja. Do të kishte njerëz të tjerë që duhet t'i mbaja gjatë gjithë kohës dhe nuk e kisha luksin të kisha dhimbje ose ta shpreha dhimbjet e tjera. A ke pasur ndjenjë faj për këtë? Për babin? Po. Për faktin se si e përjetove humbjen e babit në raport me ndjesia shkaq ka filluar që në fillim fakt sepse un kam qenë personi që u bëra sebeb që ne të shkonim ato pushime dhe këmbgulja, ne do ikim, do ja kalojmë shumë mirë, nuk do t'i marrim bashkëshortët i thoya motos, do jemi vetëm ne familja ngushtë dhe do kënaqemi. Dhe pastaj ti thua po pse i mora unë dhe i çova dhe po të ishim në shtëpi do ndodhte për shembull. Pastaj ndjesitë e fajit un i kam pasur me veten time, po më shumë i ke kur ti e ndjen paragjykimin nga të tjerët, sepse njerëzit mendojnë që ti vuajte kaq shumë, ti na bëje story në Instagram për shoqen. Ajo ishte mënyra se si unë e shpreha dhimbjen për atë. Doja të shkruaj aq shumë, të flisja, kisha mundësi të tregoja me zë të gjithëve, ndërkohë për babin ka qenë një përjetim komplet ndryshe. Në të dyja rastet ka mospranim të dhimbjes. Po. Edhe në rastin e parë, edhe në rastin e parë kam shumë evidente në fakt, po në rastin e dytë nuk di se në rastin e dytë akoma më shumë mospranimi. Edhe pse ke bërë diçka për ta mbrojtur veten, e ke planuar që në fillim që babi nuk është, dhe që në fillim për ta mbrojtur nga zhgënjimi më vonshëm. Po një gjë nuk kuptoj, ose nuk e din nëse ti e kuptuar me kohën, pse ja dhe vetes këtë rol për të qenë ajo drejtuesja e situatës. Po sepse jam fëmija e madh. Je fëmijë e madh? Po, është 6 vite më vogël. Kisha fëmijët e mi që në ndryshim nga hera parë, kur djali im ishte një bebe dhe nuk kuptonte, edhe nëse unë qaja dhe ulërisja gjithë ditën, tani fëmijët ishin të rritur dhe unë isha mami. Kam pasur një periudhë që edhe bashkëshorti ka qenë jashtë dhe ndihesha akoma më shumë burri i shtëpisë, domethënë. Dhe kjo periudhë rastisi fiks 2 muaj mbasi babi kishte ikur. Kështu që u mblodhën të gjithë faktorët. Mami, sado që ishte mami dhe ka qenë gjithkohës një burrnesh, në fakt me humbjen e babit, nuk e di, a ishte efekti mosha, ishte efekti humbjes njeriut më të afërt saj që e përjetoi shumë keq. Nuk kisha nga të ktheja kokën. Pastaj njerëzit më të largët, përveç se ty të duket sikur, okay, tani kjo një histori pas ka humbi shoqen, tani do humbi babit, ti mendon që po bësh dhe e bezdishme. Domethënë ti vjen një pikë që edhe një përkujtimore kur nxirre për babin në rrjetet sociale, do thonë njerëzit kjo këtë. Si është puna ky lloj mendimi që të kesh, do të thotë, do të tërë. Ta kanë thënë, po bëhesh e bezdishme thotë. Jo, nuk ma kanë thënë, po nuk e di. Se ndonjëherë dhe ne krijojmë të perceptimin. Se the edhe diçka, e pata luksin ta vuaj humbjen e shoqes, por jo të babit. Domethënë ky rol të ka penguar që ti ta jetosh. Po, dhe unë me ato time ndoshta ka qenë edhe një mekanizëm mbrojtës, që shiko se unë e lçova veten herën e parë, dhe çfarë fitova, u vërdallisa një vit të tërë në një rreth vicioz që s'më çonte asgjë kundi, po te mendimet e errta, po në një tamam ka qenë një lloj rënje në depresion. Dhe te babi nuk doja që ta lçoja veten, sërish të bëhet njëjtën gjë. Doja që ta kaloja më lehtë. Doja në fakt tipe disa mesazhe me sa unë kam arritur të perceptoj sot që kanë kaluar 4 vite gjysmë nga humbja e Lisionës dhe gati 2 vite nga humbja e babit. E para punës unë mendoj që më ka ndihmuar shumë besimin në Zot. Kështu që çdo njeri që përballet me një sfidë të tillë, çfarë do lloj qasje që ka për t'u afruar Zotit, ndihmon shumë. E dyta, do doja shumë t'i thoya të gjithëve që kush ka mundësi të kërkojë ndihmë, ai që ka mundësi, ndihmë profesionale do ishte ideale, po edhe ndihmë tek njerëzit. Ne mendojmë se mund t'i luftojmë vetë gjërat, mund t'i përballojmë vetë, ne marrim përsipër shumë detyrime, angazhime, nuk ja dalim dot vetë, sidomos në sfida kaq të vështira.
E treta, edhe njerëzit që rrethohen me njerëz që kanë përjetuar një humbje. Kemi një tendencë, njeriu duhet qaj. E qarat, kalosh një vuajtje, një dhimbje me të qarë, mendoj që është metoda më e lehtë. Nëse njeriu nuk qan, ose do kalon një atak panik, ose do ketë një traumë të pashëruar gjithë jetën, ose mund të kalojnë mendime vetvrasëse. Nuk e di, po nuk do jetë më mirë nëse nuk qan. Kështu që lëreni njerëzit që kanë humbur dikë të qajnë, të lërasin, të flasin. Gjithashtu, mendoj që është shumë e rëndësishme, domethënë, të thuhet që ne i marrim gjërat shumë të mirëqëna. Unë për shembull, si çdo njeri mendoj, familjen, shoqërinë, ti patjetër që ti kërkon më shumë se këtu ti i ke gjatë, dhe diskutohet që do t'i kesh, ose të paktën deri një farë moshe, asnjë gjë nuk është e mirëqënë. Ti mund zgjohesh nesër dhe ti humbësh të gjithë. Njerëzit që kanë humbur një person të dashur, ose 2 ose 3, okay, ti je sprovuar me këtë personin, por nëse kthen kokën mbrapa, do shohësh që ke shumë të tjerë që ti ka lënë jeta, Zoti atje. Për këto të tjerët ndoshta ja vlen që ti të luftosh edhe mos ta lëshosh veten. Është shumë e rëndësishme gjithashtu duhet të theksoj që duhet ja themi njerëzve gjatë gjithë kohës që i duam. Unë këtë për shembull ka qenë një gjë nuk e kam peng me asnjë nga 2 humbjet e mia. Të dyve në forma të ndryshme ja shpreha dashurinë gjatë gjithë kohës. Dhe fundit që kam kuptuar unë nga episodet e mia është që në fakt thonë që koha shëron. Nuk mendoj që koha shëron. Dhimbja do vazhdoj të jetë, kurse malli do vazhdoj të rritet. Por koha të mëson të jetosh me një realitet të ri, të mëson ta pranosh atë realitetin dhe të fillosh të gjesh lumturinë tek gjërat e tjera. Dhe të vlerësosh edhe ato që ke pak më shumë, sepse nuk e dihet kurrë se sa gjatë do t'i kesh. Më vjen mirë që ke arritur një lloj kështu ndriçimi, si thua, edhe ke gjetur mënyrat e tua, qoftë me fen dhe qoftë duke parë, duke nxjerrë më të mirën e marrëdhënieve, dhe ishte edhe bukur kjo që the që duhet të japësh sa më shumë dashuri, pavarësisht se ndonjëherë si presion dhe ky, se unë sa herë që kam të afërmit e mi ose mamin për shembull që kur është pa qef, ajo shërohet në zemi prap. Edhe pastaj them që duhet ta dua, po nga ana tjetër them duhet të jetojmë. Unë do jetojmë bashkë ashtu siç do jetojmë, edhe ja them vetes tës shpesh sepse e di që kam gjithmonë atë frikën që nëse do ndodh diçka, unë do ndjej peshën e fajit që si u zum ne para në muajin X. Kështu që sa herë për shembull që bëj debat me mamin, them Dalina, it's okay. Do ta bësh dhe këtë, sepse do jetosh në gjendje tënde natyrale të jetës. Prindit ne dim që një ditë do na ikin. Kështu që ne debatojmë, i duam, i kërkojmë falje, është cikël jetësor. Është cikël. Unë falenderoj shumë edhe falenderoj edhe për gjithë artikulimin e historisë, po të dëgjonim gjithëndje, sepse nuk ishte as nevojë të ndërhyej me pyetje, ishte gjithë historia që ti solle, domethënë nga fillimi deri në fund, është e dhimbshme, por forca jote edhe thellësia që ke është për të vlerësuar shumë. Edhe unë falenderoj shumë për këtë histori. Nuk kemi çfarë të shtojmë te kjo pjesa, po e tha gjën më të rëndësishme, të qash është pjesa më natyrale e kalimit në pranim. Kështu që ndihmon shumë. Nuk duhet ta shtrëngojmë veten, të qajmë, dhe të qajmë ndonjëherë edhe para fëmijëve, sepse ata duhet ta mësojnë që të qash është një proces normal. Edhe nuk i lë trauma absolutisht. Ndihmon dhe ato që të proceson dhimbjen dhe të vjen të qanë pra teje, ndryshe do të mbyllet në dhomë. Unë nuk e di se sa normal është fakti që unë për shembull tentoj tek djali, duke qenë se ai ka qenë 3 vjeç, tentoj në një mënyrë pakës edhe posesive, pastaj duke thënë e kujton babain, i tregoj video, tregoj foto, i kujtoj gjëra që ai ka pas bër, ai ka qenë i vogël. Kam një dëshirë të tmerrshme që ai mos ta harroj babin tim, të paktën djali që ishte pak më i rritur, dua që të jetoj përjetësisht te kujtimet e tij, figura babit tim. Nuk e di, është kjo. Është atë ndjesia e trashëgimit, e të qenit, e të bërit pjesë, pra edhe belonging, të përkatësisë. Unë këtu e bëj dhe gocat e mia, ndoshta kanë një respekt shumë të madh për babin tim, nëse kanë takuar kurrë, edhe din shumë gjëra për të, ndoshta edhe unë kështu mendoj ndonjëherë më shumë se ç'duhet, dhe duke filluar nga mami im që i tregon gjithçka. Dhe kështu që kanë kështu si ndoshta ne kemi ngritur shumë në qiell, ato e kanë, edhe vajzat e mia e kanë marrë këtë gjë pa njohur fare, pa u ballafaquar dhe pa jetojnë përmes jush. Po jetojnë përmes nesh. Që është okay dhe le ta kenë, sepse është një përket është edhe për ata, shikoj, disa vlerë do të ketë për ata kjo pema e familjes në një moment të jetës, kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Kisha vetëm një pyetje të fundit, jam kurioze. Imazhi i shoqes tënde në krevat dhe imazhi i babit tënd në det. Si i ke marrëdhënie tani me të janë shuar? Unë arri më lirshëm të flas për Lisin, arri ta kujtoj, plus që
ky imazh ka qenë i të zgjatur në kohë, të zgjatur. Ka qenë për 3 muaj. Fotografia e fundit që kishe, se më ngacmove edhe me atë të babait. Ka qenë për 3 muaj kjo e shoqes dhe unë kur thash që kam shijuar dhimbjen, kam shijuar në të gjithë dimensionet e saj. Unë futesha te foto, doja të gjeja gjithë kohës foto dhe video që i kisha harruar, ti shihja, ti publikoja, ti zoomoja dhe të kujtoja çdo detaj, tonin edhe të asaj. Kurse me babin, unë akoma nuk jam në atë fazë që t'i hap fotografit, videot edhe t'i shikoj. Në ato raste të pakta që ndodh, unë mendoj që okej, babi ka ikur diku, do kthehet prap. Kjo është e para. Dhe e dyta, babin, kur e kujtoj me familjarët e mi, me ti me motor kryesisht, ne kujtojmë gjatë gjithë kohës momentet për të qeshur, sepse babi ishte një tip me batut, ishte një tip që përpiqej jetës të merrte vetëm optimizmin, dhe duam të kujtojmë vetëm momentet më të bukura të babit. Nuk e di a do funksionoj kjo më vonë, do ta kuptoj se si do ketë ndikuar tek unë, te përjetimi dhe tek dhimbja, po kështu kam zgjedhur ta bëj. Unë do them diçka nga eksperienca ime, do të kthehet në një dialog shumë interesant, babi. Pra kalon nga kujtimet, unë nuk kam çat kujtoj më se kanë kaluar që në 2005 20 vjet fiks nga humbja e babit, por është dialog. Është i flet. Më thënë, në rastin tënd ti beson në Zot, edhe unë besoj, por unë më shumë mendoj që gjërat që më ndodhin të mira mi bën babi. Tashmë edhe gjyshi, se më tha dikush që edhe gjyshin dhe kam pasur, jam shumë e lidhur, por i falenderoj babin shumë, domethënë për shumë gjëra dhe e pyes dhe them të marr përgjigjen. Pra gjej mënyra se si të komunikoj me të dhe kthehet në një lloj ëngjëlli vizual në mendjen tënde. Dhe është një mall tjetër, është një mall, por kjo do të ndodhi gradualisht. Është nga i malli që të dhëm shpirtin, është si një mall i ëmbël që kupton sa qef të ishte këtu ose të shikte. Diçka tjetër që më ndodh në fakt është që çdo person që dëgjoj që ka kaluar moshën 66 vjet, çdo vite, më duket sikur, sa mirë, më duket sikur çdo njeri ka qyl këto vite, domethënë deri 66 sa ka jetuar babi im, dhe çdo vit më tepër them sa mirë, ky po jeton dhe 2, po jeton dhe 5. E para, e dyta, kur dëgjoj histori për njerëz që kanë humbur gjyshit ose persona më të, nuk e di pse kam një lloj rebelimi brenda vetes që seriozisht e keni domethënë. Po ndodh ajo është, po edhe mua, ke dhe një kështu tamam. Unë bati dhe tani her pas here kur më thon shoqi se ne jemi të 40-at që po iki tek babi, edhe direkt bëj llogarin. Babi ka lindur në 45-ën, sa do ishte tani? Gjithmonë, e bëj kështu automatikisht. Edhe pse mund ta dëgjoj 10 historinë në 2025-ën, filloj llogarinë nga fillimi. Babi ka lindur në 45-ën, sa do ishte tani? Babi ka lindur në 45-ën, sa do ishte tani? Dhe po do ishte. Do ishte akoma dhe më kam një lloj trishtimi, pra do ishte akoma. Ose kur shoh shokët e babit që jetojnë me gjithë respektin. Po, është ndjenjë natyrale, që jetojnë akoma dhe i shoh për shembull në rrugë ose ka disa shokë që dalin në ekran dhe them ja ky flet logjikon, pra babi do të ishte akoma, do luante me gocat e mia, do të ishte akoma në moshën që logjikon edhe flet edhe po kjo është it's gone, it's over dhe është ajo siç e thash më parë, si quhej ajo e rradhëve, e valzimit që që jeton nëpërmjet nesh. Po di çfarë bekimi është që mendoj unë tash pasi vdes ti ndoshta s'merr vesh asgjë sepse çdo gjë është e paprovuar. Ne duam të besojmë gjëra, po nuk e dim. Po çfarë bekimi është që ti sot je këtu duke folur për babin tënd dhe unë jam pas 20 vjetëve që flas për babin tim. Edhe është kjo ndjenja e përjetësisë dhe kjo ndoshta dhe motivim që ne të kemi familje dhe të kemi njerëz të dashur dhe të luftojmë që të ndërtojmë rrethin ton, jo se do të shohim gjë, po të paktën të japim gjithë përkushtimin dhe dashurinë për të ndërtuar një jetë që ndoshta neve të lëm, se është ajo ndjenja e trashëgimisë, e përkatësisë, ndjenja e se çfarë lë pas. Dhe kështu lihet ajo, duke bërë mirë, dhe duke dhënë, pastaj edhe pa e parë e merr si energji, nuk e di, unë mendoj që është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë Ledia.